Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Personazhe në Fokus, ku sjellim histori jete, sfida dhe suksese në personazhe që bëjnë diferencën. Sot kemi të ftuar një të veçantë, Mirsad Lulianaj, një shqiptar nga Mali i Zi, i cili ka ndërtuar një rrugtim të rëndësishëm profesional në fushën e sigurisë dhe doganave. Nga Podgorica, me rrënjët dhe arsimin në gjuhën shqipe, por edhe në rrënjët dhe gjuhën malazeze. E deri tek karriera e tij administrator në dogan, në Tivar. Ai vjen sot për të ndarë me ne përvojën, sfidat, vizionin e tij. Ju ftoj të qëndroni me ne në një bisedë shumë interesante dhe shumë frymëzuese. Falenderoj mikun tim të ftuar, Mirsad Lulianaj. Mirsad, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit Personazhe në Fokus, duke qenë dhe ju një nga ato personazhet si të gjithë të tjerë, duke treguar historinë e jetës suaj pikërisht në emisionin Personazhe në Fokus, ku kamera e televizionit dhe stafi i televizionit Apollon vjen për herë të parë dhe sjell një shqiptar, një agent dogane në emisionin Personazhe në Fokus. Fillimisht, faleminderit juve për ardhjen në Malësinë, në Tuzin e Malësisë së Madhe. Kam derë dhe kënaqësi që jeni sot këtu në Tuzë musafiri imi. Faleminderit televizionit Apollon dhe gjithë teleshikuesve të televizionit Apollon. Faleminderit juve personalisht dhe gjithë që na shikojnë përmes TV ekranit. Mirsad, e shikoj që ke pak emocione, do të jesh pak më i lirshëm për të folur, se ndoshta nuk kemi askush, ne jemi të dy, një bashk bisedim bardhëzi drejt për drejt, për t'i thënë shikuesve të televizionit që edhe ne shqiptarët e Shqipërisë dhe ne shqiptarët e Malit Zi, ashtu si dhe shqiptarët e Kosovës, jemi një. Dhe për të treguar vlerat tona të përditshme në profesionin si çdo kush që ka zgjedhur në jetën e tij. Një nga ata edhe ti. Sot dhe ne nisim bashkë të dy të rrugtim në këtë mbrëmje të shtunën, pasi ju do jeni personazhi i javës në emisionin Personazhe në Fokus, duke sjell atë çka ju dini në jetën tuaj, çka profesionin tuaj, si e zhvilloni ju profesionin tuaj, si është rritur Mirsadi në jetën e përditshme dhe duke arritur sot një agent dogane. Dhe nisim pa humbur kohë, duke falendëruar edhe një herë që të bësh pjesë e këtij emisioni. Si përjetoni identitetin tuaj shqiptar në Malë të Zi dhe çfarë lidhje jeni sot me Shqipërinë, si atë apo adheu juaj kombëtar? Shpesh herë identitetin ton shqiptar e shohim si kombinim të fortë mes traditës sonë shqiptare dhe përshtatjes me realitetin multietnik të vendit të Malit të Zi. Ne jemi krenar që jemi shqiptar autokton këtu në Malë të Zi, jemi krenar për gjuhën tonë që kemi, jemi krenar për historinë që kemi, jemi krenar që i dim zakonet dhe unë dua të them që të gjithë sa jemi mundohemi të tregojmë brezave të rinj vlerat kombëtare të cilat i kemi edhe ne. Sa i përket lidhjes me Shqipërinë, unë mendoj se lidhjen momentalisht më së forti e kemi emocionale dhe kulturore, por jo vetëm. Kemi edhe një lidhje tjetër, ajo është shumë të rinj momentalisht arsimohen në Republikën e Shqipërisë dhe kjo është e mirë për neve, prandaj besoj se rinja do të vazhdojnë në këtë drejtim. Besoj se adheu juaj është midis Shqipërisë dhe Malit të Zi. Ne jetojmë në Malë të Zi, por nëna jonë është Shqipëri. Ne e përjetojmë si shtetin am Shqipërinë dhe kështu do të përcjellim edhe brezave të rinj. Duke thënë që identiteti jonë është shqiptar. Normal. Kjo është diçka shumë e bukur dhe të falenderoj për këtë pyetje që i dhe një përgjigje drejt për drejt. Mirsad, ju mund të na tregoni pak për femërinë tuaj në Podgoricë dhe rrugtimin tuaj deri këtu ku jeni sot? Si e shikoni rrugtimin tuaj nga ajo femëri që ju keni luajtur me shoqërinë tuaj, atë vendlindjen tuaj dhe arritët sot të bëni një agent dogan? Po, unë linda dhe u rrita në Podgoricë, saktësisht në fshatin Dinosh. Aty mbarova shkollën fillore dhe më pas shkollën e mesme e mbarova në Tuzë, në gjimnazin 25 Maj. Mund të them që familja ime është lidhur ngushtë me shokët, me aktivitetet, me vendin se ku jam lindë dhe rritur. Përveç kësaj, si i ri kisha dhe pasion e aja është futbolli,
futbollin e kisha pasion, por jo vetëm, unë isha edhe antar i një grupi kulturor, është fjala për shoqërinë kulturo-artistike Koha nga Dinosha, isha pjesëtar i saj, dhe si i ri u mora me aktivitete të shumta në këtë shoqëri. Përveç kësaj, kur u bëra 18 vjeçar, vazhdova rrugtimin tim, studimet e larta në Tivar, dhe mbasi që përfundova studimet, mu ofrua një mundësi që të punoj në pikën doganore, në kalimin kufitar, ku unë e pranova dhe jam edhe deri më sot aty. E shikoj që gjatë gjithë eksperiencës tuaj, pjesa e arsimimit tuaj ka të bëjë që ju fillimisht u arsimuat në gjuhën shqipe dhe pastaj malazeze? Po, vërtet unë kam mësuar shkollën fillore dhe të mesme në gjuhën amtare, gjuhën shqipe. Pastaj ishte një tranzicion për mua jo fort i lehtë në gjuhën malazeze, por përballova me punë, me angazhim, me forcë. Kjo është pjesa që u tregoj fëmijërinë tuaj. Çfarë ka në një sekret të brendshëm në vetvete, misar që ti duhet ta tregosh dhe do ta ndash me shikuesit e emisionit Personazhe në Fokus, ajo fëmijëria jote dhe ajo dhe dashuria për të qenë një patriot në të vërtetë shqiptar. Unë jam rrit në një familje shqiptare, ku babai im, gjyshi im, të gjithë kemi folur gjuhën shqipe, kemi mësuar gjuhën shqipe dhe njëri tjetrit ja kemi lënë si amanet gjuhën e të parëve, që ta ruajmë këtë, dhe unë kam si detyrë që edhe pasardhësave tonë t'ua lë gjuhën shqipe si amanet. Kështu që ne kemi ruajt këtë dhe jemi krenar për këtë. Kemi mësuar shkollën fillore dhe të mesme në gjuhën shqipe, pastaj prape ceki se ka pas pak sfida në studime kur isha, sepse ishte një gjuhë malazeze për ne gjuhë e re, nuk ishim aq të njohur me të, por me punë arrita që edhe këtë të përballoj. A është i rëndësishëm identiteti? Identiteti është shumë më rëndësi. Çfarë i jep identitetit Visardi vet? Po ne gjithmonë themi që falë Zotit kemi mësuar gjuhën shqipe dhe përmes gjuhët, përmes shkollimit të fillor dhe të mesëm, ne e kemi mësuar historinë shqiptare. Ne e kemi lexuar libra shqip, ne e kemi njohur shumë dhe njohim shumë personazhe shqiptare, gjithashtu dua të cek se përmes poezive, përmes poetëve, përmes shkrimtarëve, ne e kemi kuptuar edhe historinë tonë, edhe normal që kjo na ka bërë një lidhje të fortë mes identitetit dhe asaj çka kemi mësuar në shkollat fillore dhe të mesme. Unë pikërisht do t'i thosha të gjithë shikuesve që ne na ndjekin dhe na ndjekin emisionin Personazhe në Fokus, Visardi nuk është puna se ka vështirësi në komunikimin e gjuhës shqipe, por thjesht puna e përditshme në doganën shqiptare malazeze jep atë luksin që gjua në njëherë ta gatrojmë 22 gjuhë, atë shqiptare mos gaboj dhe malazeze. Ekziston kjo vëra. Dhe unë po i bëj një sqarim që e shikoj dhe vështirësinë tënde në komunikim, pavarësisht se ti je në pjesën e emocioneve, por është diçka e lirshme. Prandaj emisioni Personazhe në Fokus bëhet pikërisht në natyrë, pikërisht në këtë natyrë kaq të bukur të lumit. Po kjo është një pasuri natyrore të cilën na ka falë Zoti, e kemi falë ti, dhe siç po e shihni ju vetë, kjo ngjyrë, kjo kaltërsi mund të shihet vetëm këtu. Lumi, si e ka emrin lumi? Kjo është lumi cem. Lumi cem. Po. Është lum i lundrueshëm, lum që vetëm të kohës verës shumë bëjnë në plazhe pushimin në këtë lum. Kohës verë kallon që po normal që e përdorin për plazhe gjatë verës, por dua të cek se këtë lum e kemi përdor gjatë kohë edhe për të pirë ujë. Ka qenë vend burimi dhe për pirë ujë. Ka qenë një burim me cilin ne kemi mbaj familjet tona. Normal e kemi përdor edhe për larjet, edhe për sende të tjera. Për të kaluar te pyetja tjetër, a ishte vështirë mbasi ju vazhduat të ishit pjesë e studimeve në Tivar në gjuhën malazeze, ku ju vini nga një tranzicion me dy gjuhë, nga gjuha shqipe kaloni në gjuhën malazeze, sistemi dygjysor, pati vështirësi tek ju? Po, pati vështirësi, posaçërisht kur është fjala për gjuhën malazeze, kisha
kisha shumë do thot sinonime të cilat nuk i kuptosha fillimisht si student në gjuhën malazeze. Pra ishte një sfidë për mua, por njëkohësisht edhe atë e përballova. Ishte pak problematike edhe gramatika në gjuhën malazeze, sepse shumë sinonime të cilët i përdorin malazezët në maltezi ne nuk i kemi hasur më përpara, por me punë përballova. A kishte vështirësi i sardi vetë kur vajte student me studentët që ishin malazezë dhe ti nuk kuptoje thjesht ata alfabetin e tyre dhe ata të gjykone apo të visin vendosin një epitet si gjithë studentët? Tani dua ta them një të vërtet, ekzistonte nganjëherë kur delshim para profesorëve të japim përgjigje, kur kishim të drejtë 3 pyetje, në 3 pyetje të jepshim përgjigje, ndoshta nga 3 pyetje 1 ose 2 i disha, dhe t'ju them të vërtetën edhe atë një që e disha nuk e thosha, vetëm për arsye se kisha frikë që të mos gaboj para studentëve të tjerë, të cilët pothuajse gati të gjithë ishin malazez apo sërt të cilët e dinin gjuhën malazeze. Dhe prapë them ishte kjo sfiduese për mua, por me punë arrita që të përballoj. E kalove këtë tranzicioni brenda Ishte një tranzicion shumë. Po sot ju jeni diku i punësuar si agent, ata shokët e studentit ke pas diku, nëse ti takon diku, si të përshëndesin sot? Po, sot është diçka tjetër. Sot rrim, lirshëm, flasim, bisedojmë, i flasim të gjitha ato që i kemi të i kaluar në të kaluarën, kështu që i kemi folë në të kaluarën. Dua të them që kam bet mik edhe me disa student me cilët kam studiuar gjatë kohës, dhe dua të them që misia vazhdon akoma. Përveç aftësirës punës së gjitha me radhë, vazhdon edhe miksinë me atë miksinë e vjetër si student, për kaluar tek ajo pjesa e re sot në normalizimin e punës. Tashmë paka shumë jemi edhe familjar, por mbledhemi, flasim, bisedojmë. Nisar, unë do të thosha pas të kaloj të pyetja tjetër, unë pata fatin që ti isha pranë familjes suaj dhe më bëri përshtypje që brenda familjes tuaj ekzistonin 2 flamurët shqiptar, të vendosen njëri në një cep dhe njëri në një cep tjetër. Kur djali juaj na priti me shqiponjën 2 krenare, me flamurën dorë, po nuk na bërë të shqiponjën me zemër. Mos është kjo një traditë shumë e fortë që ju e mbanin dhe e trashëgoni në breza si shqiptar? Po ne kemi në amanet që të trashëgojmë edhe flamurin kombëtar, ta ngrisim për çdo 28 nëntor, sepse e përjetojmë atë, e festojmë, dhe unë sinqerisht ju them që për çdo arritje të Republikës së Shqipërisë ne ndihemi krenar edhe pse jetojmë në maltezi dhe në malësi. Për të kaluar pak në profesionin tuaj, ju jeni specializuar në siguri civile dhe nacionale. Çfarë ju shtyu të zgjidhni këtë fushë? Po, t'ju them sinqerisht, unë fillimisht në vitin 2008 kur regjistrova këtë fakultet të sigurisë civile, kisha dëshirë ta regjistroj kriminalistikën. Por atëherë kriminalistika nuk ekzistonte këtu në Maltezi, në Podgoricë pikërisht, vetëm në Prishtinë, në Kosovë. Shokët e mi me të cilët mësova në gjimnaz, ata nuk ju referuan ndonjë vendi tjetër, vetëm këtu në Maltezi, pastaj edhe unë ngela në Maltezi. Kjo ishte më e përafërta si deg e asaj dhe e zgjolla këtë. Kisha dëshirë që ta di si Zot po për ju një agent doganor. Agent doganor do të thotë Cili është profesion, të shpjegosh pak profesionin tuaj për aq sa ju e lejohet? Po, normal ne kemi të bëjmë aty me rregullore, me ligje, me gjëra të cilat janë të përditshme, me dokumentacione, me monitorimin e dokumentacioneve, me kontrolla të shumta, dhe kjo është e ditë përditshme për neve në kalimin kufitar. Aktualisht thash punoni agent doganor në Malëzi si një ditë tipike apo si një punë e vazhdueshme e përditshme në kontrollet apo hapësira që i lejon dogana ju. Si është pjesa e Nisardit të komunikimit pak të midis? Një ditë e përditshme në kalimin kufitar është e përmbushur me plot përgjegjësi, normal dhe vigjilencë. Dua të them që nuk është e lehtë të punosh në një pikë doganore. Duhet përgjegjësi e madhe, duhet përkushtimi i madh, duke ditur se edhe normat ligjore
janë të garantuara dhe duke ditur se çka lejohet dhe çka nuk lejohet. Ne shpesh herë hasim aty në probleme të shumta. A është e rëndësishme që ti punon në një sektor kaq të rëndësishëm, një shqiptari ka problematik aty mes doganave që janë punojës malazes për shkak? Jo, ne bashkëpunojmë edhe me doganët dhe doganierët shqiptar, shpesh herë me qenë se i kemi sistemet e përbashkëta, dhe ne duhet të bashkëpunojmë sepse jemi kolegë para se gjithash, shpesh herë ekzistojnë problematikat e shumta, të cilat i zgjedhim bashkarisht me kolegët nga Shqipëria. Përveç kësaj, sfida e përditshme e punës tënde në lidhje me pjesën e kaluese të gjithë shqiptarëve, në thonjza apo të tjerë që kalojnë, si sillet një sardi me shqiptarët kur kalojnë? Po në këtë Flet në gjuhën shqipe, atë shqiptarëve i flet në gjuhën malazeze. Në këtë pyetje më së miri do të përgjigjen veç shqiptarët të cilët më njohin dhe të cilëve u kam ndihmuar. Unë ju kam ndihmuar vetëm për ata se i ndiej si vëllezër, edhe pse jetoj në Shqipëri, më ka ndodhur shpesh. Duke ndihmuar sipas rregullave. Se jashtë rregullave, jo, jashtë rregullave, nuk dalim jashtë rregullave, normal brenda ligjit, brenda rregullave, legjislacionit, dhe këto janë të qarta. Unë jo se punoj aty, por çdo herë me shqiptarët e Republikës së Shqipërisë, por edhe ata të Kosovës, flas në gjuhën shqipe. Dhe aq sa kam mundësi ju ndihmoj normal brenda atyre normave të cilat i kemi të garantuara. Si shqiptar i Malit Zi, a keni hasur ndonjëherë sfida apo vështirësi në rrugtimin tuaj profesional? Që jo të tani na kërcen vetëm gjëra të mira, gjëra profesionale, gjëra tani ato vështirësi pak, a mund të na i tregosh? Po. Hasa në vështirësi, fillimisht në vështirësi gjuhësore, paksa sa u ambientova me kolegët, ata nuk është se kishin besim tek ne si shqiptarët sepse edhe ishin pakic, por u ambientova dhe më pas gjithçka shkoi rregullisht siç duhet, nuk kisha vështirësi të tjera. Dua të them që një vështirësi tjetër e kisha fillimisht dhe ajo është se u duhej ta njoh shumë mirë punën, u duhej ta njoh shumë mirë sistemin se si punon dhe si funksionon në dogan. Atë e mora pas një 2-3 muaj, e kuptova dhe fillimisht. A ka pas njërë, do të thosha pak shqip, problematik vetë një sardin me doganet, me malazes në moment që ke qenë një turn me ta për shumë, që has për shumë ti të thua kështu, a i ti thotë kështu, jo ligji kështu, propër mban këtë kështu. Po me qenë se edhe unë edhe malazezet i përmbahemi një ligji, atëherë nuk ka probleme. Por e vetëmja problematik ka qenë sepse malazezët nuk e dinë edhe shumë pak e përdorin gjuhën shqipe, atëherë aty kam qenë që të komunikoj me ta në gjuhën shqipe, t'ua shpjegoj se çka ata kërkojnë nga shqiptarët e Republikës së Shqipërisë, me qenë se dihet se shpesh herë edhe ne na ndodh që të blejmë mallra apo diçka në Shkodër dhe të kthehemi në Tuzë me ndonjë mall të cilën e kemi ble, pastaj duhet ditur t'u shpjegohet se si ka ardhur ajo. Çfarë roli mendoni se ka rinia shqiptare në zhvillimin e institucioneve në Malin e Zi? A ka? Po normal. Ka rol rinia shqiptare në Malin e Zi? Rinia shqiptare luan një rol të rëndësishëm, me qenë se ata sjellin energji, ide të reja, inovacion, duhet ditur se ata luajnë një rol të rëndësishëm. Posaçërisht dua të cek se rinia shqiptare në Malin e Zi duhet të vazhdoj arsimimin, që të jap edhe ide të reja, që të jap edhe asa ka mundësi në sektorin civil. Përveç rolit të rinis, vetë shoqëria jote, për shkakun që ju keni ideale arsimuar, jeni shumë miqë shok që diku punojnë në institucione të tjera. A ka bashkëpunim shqiptarët me njëri tjetrin në vendosjen e institucioneve këtu në Malin e Zi, pikërisht në Tuzë ku ju jetoni? Po në Tuzë po, kurse në Podgoricë pothuajse më pak. Në Tuzë po normal se bashkëpunojnë, por në Podgoricë shumë më pak. Edhe pse sipas ligjit, sipas kushtetutës i kemi të drejtat e garantuara,
Unë mendoj se rinia shqiptare nuk është e kyçur aq sa duhet në institucionet e shtetit, por besoj se me kohë do të arrihet atë. Dhe ajo. Si arrit të balanconi jetën tuaj profesionale me atë familjare, duke qenë baba i 2 fëmijëve, një djali që shqiponjën e kishte në zemër duke e bërë gjithmonë me duar. Falë Zotit, falë Perëndis, unë kam 2 fëmijë, si Arin dhe Diarën. Për mua prioritet është familja, por normal duhet edhe të punohet, duhet të veprohet, duhet të jetohet, dhe unë mundohem t'i balancoj të dyja dhe t'i jap përkushtim edhe familjes, por normal edhe punës, sepse puna don vetë profesionalizëm dhe përgjegjësi. Çka them, mundohem... Pjesa e familjes është normale identiteti i një njeriu që krahas punës e gjitha, po familja është ajo e shenjta që ne shqiptarët e kemi normal traditën tonë. Për të kaluar te pjesa tjetër që është pak domethënë se apo pjesë e balancimit të jetës së përditshme, pasi ju jetonin në një qytet si Tuzi, për të thënë atë çka vesh shqiptarët kanë ndërtuar brenda këtyre institucioneve. Si e vlerësoni bashkëjetesën ndëretnike në Maltëzi dhe sa mendoni se respektohet realisht e drejta e shqiptarëve këtu? Po, me qënë se ne këtu i kaluam vitet e 90-ta, ishin vitet e vështira, ne bashkëjetesën me Malazes tani e kemi të qëndrueshme dhe relativisht të mirë, jetojmë, bashkëpunojmë, veprojmë së bashku sepse duhet të jetohet së bashku me ta, është pothuajse shteti i tyre. Dua të them që kushtetuta, prapë ceki se kushtetuta e njehe bashkëjetesën dhe gjitha këto i kemi të përbashkëta, por dua të them se jeta me disa etnive, sepse jetojnë shqiptarët, jetojnë malazezët dhe serbët, edhe bosnjakët. Po, i kemi edhe malazezët, edhe bosnjakët, edhe serbët. Është një bashkëjetesë mirëfillt? Ka problematik si bashkëjetesë në disë komunitete? Momentalisht jo. Momentalisht jetojmë mirë, jetojmë qetë, jetojmë të gjithë punën e vetë, kështu që nuk kemi probleme të mëdha. Çfarë vlere përpiqesh ti, vetë si njeri si visart, për t'ja trashëguar asaj familjes tënde madhështore? Unë fillimisht mundohem që familja ime, fëmijët e mi të dinë çka është përgjegjësia, të dinë se çka është tradita, të dinë se çka është digniteti njerëzor. Unë përpiqem që tu trashëgoj gjuhën, tu trashëgoj vlerën, besimin, kombin, të gjitha këto që na bëjnë ne si njerëz të mirë. Besoj dhe do punoj shumë që familja ime të jetë në një rrugë të drejtë, por dëshira ime më e madhe është që fëmijët e mi të arsimohen në gjuhën shqipe dhe pastaj le të zgjidhin vetë se çka do veprojnë. Gjatë bisedës që ne para se të vinim për realizimin e emisionit pikërisht këtu në këtë vend kaq të bukur, unë bëra një pyetje edhe miqësisht dhe shoqërisht në ato mjetin tuaj, që si shikon Misardi vetën e vetë në shoqërinë civile, për t'i dhënë kontributin e madh për shqiptarët pikërisht këtu në Tuzë ku jeton? Po, ne si rini duhet të angazhohemi shumë edhe për temat politike, edhe për temat për problemet jetësore të cilat i kemi, sepse a është shoqëria civile ajo që jep atë rrugtimin midis bashkëjetesës, midis komuniteteve këtu pikërisht këtu? Po, normal. Ne si shqiptarë duhet të jemi të bashkuar, duhet të veprojmë së bashku, duhet të ngrisim atë nivelin edhe të arsimit para së gjithash, që nesër edhe në shoqëri civile të japim maksimumin dhe të japim ata çka ne kemi trashëguar gjatë arsimit dhe gjatë shkollimit në universitetet të ndryshme. Si agent i doganave, çfarë pretendon tjetër Misardi të jetë nesër? Po nuk e di, besoj se i kam disa dëshira, disa vizione, besoj se nesër do të jap kontribut edhe për shqiptarët e Malit të Zi sa i përket fushës së politikës, besoj se po,
por do të shohim në të ardhmen. Të kaloj të pjesa e politikës, nuk duhet i gacmoja aty, por meqense më hapet të pjesën e politikës, a ka dëshirë Bisardi të bëhet dikush, Bisardi të bëhet dikushi në politikë? Po, t'ju them me sinceritet të plot që unë mendoj se aty ka hapësirë që rinja të kyçet në politikë, ka hapësirë që rinja të kontribojë për popullin e vet, për vendin e vet, normal për një jetë më të mirë të nesërme. A kanë vështirësi politikanët e Malit të Zi në lidhje për të nxjerrë elementin e ri, si vendet po dhe vetëm ne shqiptarët, që elementin e ri ne gjithmonë e shikojmë gjithmonë tek e vjetra dhe jo tek elementi i ri. Si është Mali i Zi në këtë? Po ne kemi përfaqësues politik shqiptar të cilët na përfaqësojnë në parlamentin e Malit të Zi, në shtetin e Malit të Zi. Dua të them që deri diku jam i kënaqur me ta, por deri diku edhe jo. Mendoj se ka shumë të rinj të cilët mund të japin më shumë se ata, mund të ballafaqohen me probleme më të rënda se ata, mund të japin një kontribut më të fortë se këta deri me tani që japin. Po më të kaluar të pyetja e fundit, sepse emisionit pak nga pak i vjen fundi. Dhe ju që një nga njerëzit skeptik thosh bobo, gjithë to pyetje për mua ndriçimi është pak e vështirë për t'ia kthyer përgjigjen, ja që Bisardi e ktha për gjithë përgjigjen e pyetjeve pa gabuar asnjë vend. Dhe për të dalë tek ajo pyetja e fundit, pa atë mesazhin tuaj, ka diçka tjetër Bisardi për t'ia treguar shikuesve të emisionit Personazhe në Fokus, që deri tani nuk e tha, ndoshta ato emocione të bllokuara ato pjesën e mirë të fjalëve? Po unë sincerisht gjithë shqiptarëve kudo që janë do u them posaçërisht këtyre që ikin jashtë vendit që të ngelin në vend të vet, të jetojnë në vend të vet, të veprojnë në vend të vet, të arsimohen aty dhe të ruajnë kulturën, traditat, zakonet. Sepse unë do të them një fjalë të urtë, një fjalë të moçime, guri i rënd peshon në vend të vet. Pra ndaj edhe dëshiroj që shqiptarët e Shqipërisë të jetojnë në Shqipëri, mos të ikin jashtë, por të ngelin në Shqipëri dhe nga aty të japin kontributin e vet edhe për vend, edhe për shoqëri, edhe për nesër për fëmijët e vet. Bisard, të falenderoj për fjalët e bukura që i dhe një mbyllje shumë bukur pjesës rinisë shqiptare, po dhe vetë gjithë shqiptarët që janë pjesë kudo sot të shpërndarë në botë, çdo ditë largohen për një jetë sa më të mirë, por ky mesazh i juaj është shumë prekës, është shumë domethënës për t'i bësh ata të rinj të rikthehen aty, ashtu si vetë Bisardi që është pjesë sot e shoqërisë shqiptare në Mal të Zi dhe duke dhënë kontributin tuaj si agent doganor sot në doganën e Malit të Zi. Ky ishte mesazhi pak a shumë që mesazh përcove sot nëpërmjet emisionit Personazhe në Fokus. Gjithsesi, unë u falenderoj që ti sot ishe pjesë e jonja dhe emisioni Personazhe në Fokus, pikërisht të falenderoj dhe për ftesën që më bëre pikërisht në Mal të Zi në Tuz, dhe thash jemi në një vend natyral, pa skena, pa profesionalizëm në kuptimin e artikulimit të fjalëve, po të drejt për drejt si një bisedë shoqërore për të thënë publiku dhe emisioni Personazhe në Fokus, ne ky jemi, Bisardi në Bardezi dhe emisioni vet në Bardezi. Kështu që kjo ishte gjithçka që ju folët për sot. Faleminderit juve personalisht që ishit sot miku im këtu në malësi e Tuzit në Mal të Zi. Faleminderit të gjithë televizionistëve, përshëndes të gjithë televizionistët e televizionit Apollon dhe me shpresë se do të vini përsëri këtu në Tuz në malësi të shqetësoni bukuritë natyrore të cilat na i ka falë Zoti. Dua t'ju falenderoj edhe një herë përzemërsisht. Kjo ishte gjithçka në emisionin Personazhe në Fokus. Edhe për këtë të shtunë, ku patëm kënaqësinë të bisedonim me Bisard Julianaj. Me rrëfimin që na tregoi si përkushtim, identitet dhe puna e ndeshme janë thelsi i suksesit pavarësisht sfidave të shumta që ndodhin pikërisht si agent dogane. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim në episodet e radhës, në historitë të tjera që meritojnë të jenë në fokusin dhe vëmendjen tonë të përjashme. Mirupafshim dhe më takoshim të shtunën e ardhshme.